Mullistët mbetën në vendimin se do t'japin maksimumin 8 denar për kilogram grur, përderisa prodhuesit kërkojnë së paku 9 denar. Tani për tani ky është epilogu nga takimi i sotëm i përbashkët në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave, që po zgjat disa orë. Duhet të blejmë sipas tregut, nëse japim çmim më të madh, vetëm do të krijojmë probleme, deklaroi kryetari i Shoqatës së Industrisë Bukpjekse pranë Odës Ekonomike Goran Malishiq. Sipas tij, me subvencionet e parapara plotësuese prej 2 denarëve për kilogram grur që do t'i sigurojë shteti, do t'jenë të kënaqur edhe prodhuesit. Bujqit ndërkaq u ankuan se asnjëherë deri më tani nuk është ofruar çmim kaq i ulët. Për ata janë të papranueshëm 8 denar për kilogram grur, sepse thonë me ton nuk mund t'i mbulojnë as shpenzimet themelore prodhuese. Vlerësimi i mullistëve është se edhe këtë vit sipas të gjitha gjasave do të ketë nevojë për import të grurit, duke pasur parasysh kushtet e ndryshueshme kohore që po ndikojnë negativisht ndaj frytit.